në këtë moment të sakt, miliona njerëz po prekin ekranet e tyre, po lën gjurmë digjitale kudo. Nga do. Por pyetja është, sa prej tyre po ekzistojnë vërtet? Ekziston një ndjesi thellësisht e çuditshme dhe disi e heshtur në përditshmërinë moderne. Është e vërtet. Është një lloj si një zhurmë e bardhë në sfond. Domethënë një frekuencë që nuk ndalet absolutisht asnjëherë. Vjet re lehtësisht kur dikush ulet në një kafene për shembull apo pret në një radhë. Thjesht vëzhgon mjedisin përreth. Fiks, dhe shesh që të gjithë janë aty, por me mendje tjetër kond. Tamam. Bota duket sikur lëviz me një shpejtësi tërësisht marramendse. Njerëzit janë të lidhur ngado, të zhytur nëpër ekrane të vogël, me qasje në çdo informacion të mundshëm të planetit. Dhe prap ironikisht askush nuk duket se është vërtet aty. Përshëndetje në këtë eksplorim të thellë ku do të përpiqemi të japim kuptim pikërisht kësaj mungese të madhe. Përshëndetje. Është vërtet, si të thuash, paradoksi më i jashtëzakonshëm i kohës sonë. Kemi arritur në një lloj mbingarkese ku sasia e lidhjeve digjitale dhe atij informacionit të shpejt është në përpjestim tërësisht të zhdrejtë me thellësinë e tyre. E qartë. Ajo që vërehet kudo është një pranim masive trupore, por e shoqëruar me një mungesë po aq masive të vëmendjes, të thelbit edhe vetqenjes. Pra, është një shoqëri që po vuan nga një shpërqendrim kronik, jo thjesht si një ves i vogël, por si një gjendje mirëfillt ekzistenciale. Dhe pikërisht kjo gjendje ekzistenciale, kjo krizë thellë, themi, është thelbi i bisedës sonë sot. Burimi i vetëm dhe udhërfyesi për këtë analizë është një vlerësim jashtëzakonisht i detajuar, filozofiko-letrar i librit Kolapsi i vetdijes, shkruar nga autori Berzat Sadiki. Dhe shiko, duhet theksuar diçka me rëndësi që në fillim. Po. Ky nuk është një nga ata librat me këshilla për të ndier mirë, apo një grumbullim eshesh të rastësishme. As pak. Përshkruhet si një diagnoze ftohtë, tepër e mpret, por njëkohësisht me tone thellësisht poetike e krizës si njeriut modern. Fiks. Dhe misioni i kësaj analize sot është pikërisht të gërmojnë arkitekturën e këtij mendimi. Teksti origjinal trajtohet që një ngrehinjë intelektuale që vëzhgon realitetin nga disa këndvështrime duke ndarë në 4 nivele. Duke filluar nga mënyra se si veprojmë në sipërfaqe, tek niveli linear dhe etik, e deri te thelbi padukshëm i ekzistencës sonë në nivelet kuantike dhe ontologjike. 4 nivele, pra. Po, synimi i këtij eksplorimi është të kuptojmë rrënjët e kësaj krize aktuale, të shqyrtojmë pse po kultivohet ky iluzioni i të shfaqurit në vend të qenit, si është kthyer shpejtësia në një ideologji të mirëfillt dhe shumë të rrezikshme, dhe pse ajo që në shikim të parë duket si fundi apo dështimi ynë, pra një kolaps total, mund të jetë në fakt mundësia e vetme për një rilindje të vërtetë. Okej, le ta zbërthejmë këtë pak. Le të nisim pikërisht nga kjo forca shtytëse që po e çon shoqërinë drejt këtij kolapsi. Autori analizon diçka që e quan shpejtësia si ideologji. Ësakt. Dhe të them të drejtën, ky është një term që të bën të ndalesh e të mendohesh. Rrjetet sociale, ai fluksi i pafundëm i lajmeve dhe informacioneve që zhduken pas 24 orësh, apo reagimet e menjëhershme me një prekje ekrani, të gjitha këto nuk shihen thjesht si mjete teknologjike në libër. Jo as pak. Shihen si pjesë e një sistemi besimi. Këto kanë krijuar atë që autori e përkufizon, mendoj unë, në mënyrë geniale si zbrazëtia që kërkon duartrokitje. Kjo ideja shpejtësisë ideologji është, imagjinoje pak si të ngasësh një makinë sportive pa timon. Wow, krahasim shumë i gjetur. Po, do me thënë motori ul red, po ecën me një shpejtësi të frikshme dhe gjithë po duartrokasin sa shpejt po shkon, por në fakt nuk ke absolutisht asnjë kontroll se ku po përfundon. Pikërisht kjo është. Ajo që është magjip se këtu është se kjo ideja e shpejtësisë si ideologji është thelbësore për të kuptuar krizën. Shiko, një mjet i thjesht përdoret kur i duhet njeriut, por një ideologji është diçka që dikton vlerat, të tregon se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Të jep rregullat e nojës, domethënë. E vërtet, kur shpejtësia kthehet në ideologji, atëherë vetë ngadalësia bëhet problemi. Reflektimi i thellë,
mendimi që kërkon kohë për të pjekur, të gjitha këto kthehen, si thuesh, në mëkate. Dhe kjo shpejtësi e diktuar ka sjell një degradim të frikshëm të autoritetit. Në ç'kuptim degradimi i autoritetit? Nuk bëhet fjalë për rrëzimin e ndonjë diktature politike, bëhet fjalë për zhdukjen e autoritetit moral dhe intelektual. Në një botë ku gjërat lëvizin me shpejtësinë e dritës, askush nuk ndalet për të matur peshën e fjalës apo vlerën e veprimit. Dhe rezultati është ai që burimi e quan normalizimi i mungesës së kuptimit. Për sa kohë diçka gjeneron reagim të shpejt, konsiderohet e vlefshme, pavarësisht sa boshe është në thelb. E sakt, e vetmja gjë që merr rëndësi është shpejtësia vet, vëmendja e atij momenti, dhe jo destinacioni. Dhe jam i bindur që ky mjedis përbën një rrezik jashtëzakonisht të madh, sidomos për brezat e rinj, që përriten brenda kësaj makine pa timon. Pa diskutim. Nga të dhënat e burimit, vjet re një apel shumë i fortë drejtuar prindërve, për të mbrojtur atë që quhet foleja e vetdijes së fëmijëve nga kjo shpejtësi. Po dhe për të mbrojtur këtë folje, autori nuk ofron thjesht një listë me rregulla të ngurta. Kundër përgjigja që propozon Sadiki, përballë kësaj furie, quhet etika e qëndrimit. Etika e qëndrimit. Kjo është vërtet e mprehtë. Të kesh qëndrim do të thotë të ruesh një masë morale të brendshme, do me thënë një pikë referimi të palëkundur. Sot morali dhe parimet shpesh konsiderohen thjesht si pengesa të bezdisshme që ngadalsojnë ritmin drejt një suksesi të shpejtë e të rem. Të mbajnë mbrapa. Fiks, ndaj të mbash një qëndrim në këtë epokë të rrjedhshme, kthehet në një akt të pastër rebelimi. Është një refuzim i vetëdijshëm për të mos u bërë pjesë e asaj makinerie që prodhon vetëm zbrazëti dhe kërkon vazhdimisht duartrokitje virtuale. Dhe shiko, kjo uri e pashteshme për duartrokitje dhe vëmendje, mendoj se na drejton tek një shtresë tjetër, edhe më e thellë kësaj analize, kur nevoja kryesore, një qenie njerëzore bëhet miratimi i jashtëm i vazhdueshëm, atëherë krijohet detyrimi për të mbajtur një imazh caktuar. Këtu ndodh një kalim thelbësor në analizë, dallimi jetik mes imazhit të kuruar me kujdes dhe vetë thelbit të qenies. Ky është thelbi i problemit në fakt. Po, burimi thekson dy fraza nga vepra që janë të ngulitura fjalë për fjalë si aksioma. E para thotë se të shfaqurit nuk është e njëjta gjë si të qenit. Dhe e dyta, që vjen si një goditje e drejtë për drejtë për mendsinë aktuare, është pesha e qenies nuk matet me pëlqime, por me qëndrueshmëri metafizike. Tani po prekim atë shtresë që analiza e cilëson si dimensionin kuantik të krizës. Dhe përdorimi i fjalës kuantik këtu kërkon pak shpjegim. Patjetër, sepse tingëllon shumë shkencore. Po, nuk po flasim për fizik të pastër këtu, por për një metaforë brillante të huazuar nga shkenca. Në fizikën kuantike, një grimcë nuk ka një vendodhja absolute apo gjendje të përcaktuar derisa të ndërveprojë me diçka. Pra, ajo ekziston në një gjendje shpërndarjeje e pa përcaktuar qartë. Sadiki e merr këtë ide dhe e aplikon te vetdia e njeriut të sotëm. E kuptoj ku do të dalësh. Ekziston një besim masiv se duke qenë i shpërndar kudo, do me thënë një koment këtu, një reagim aty, pak vëmendje në një platformë tjetër, njeriu arrin formën më të lartë të lirisë dhe pranisë, por libri argumenton saktësisht të kundërtën. Është iluzion. Po, kjo shpërndarje digjitale sjell humbjen absolute të koherencës kuantike të vetdijes. Është thërmimi i identitetit. Prania vihet re kudo si imazh, por thelbi, ajo qendra e vërtet nuk ndodhet askund. Pritet të ndalemi pak këtu për ta bërë sa më të qartë këtë koncept për çdo që po dëgjon, pasi ky termi koherenca kuantike tingëllon paksa abstrakt. Çfarë do thotë saktësisht humbja e kësaj koherence në veprimet e përditshme? Si përkthehet kjo teori në momentin kur një person po mban një aparat telefonik në dorë? Mund të shpjegohet mjaft thjesht nëse vëzhgohet mënyra se si funksionon vëmendja sot. Shiko, kur një person është duke lexuar diçka të thellë, pastaj brenda një sekonde i përgjigjet një mesazh i kalimtar, pastaj shfleton pa vetë dije një mori fotografish nga jetë të panjohura, vëmendja e tij nuk është e plot në asnjërin nga këto fusha. E vërtet, je i ndarë në 100 pjesë. Eksakt. Vetdia e tij shpërndahet në qindra grimca të vogla energjie. Koherenca do të thotë që të gjitha forcat dhe vëmendja e një njeriu të jenë
të bashkuara rreth një qëllimi apo mendimi qendror. Humbja e saj do të thotë që jeta kthehet në një seri reagimesh të vogla, reaktive, pas një thellësi. Përfundon duke qenë i pranishëm në ekranet e mira njerëzve të tjerë, ndërkohë që je plotësisht i munguar në jetën tënde të brendshme. Kjo jep shumë kuptim një detaj e vërtet të bukur që përmendet në analizë, do me thënë vetë dedikimit të librit. Autori ja dedikon këtë vepër atij që heshti kur zhurma sundoi. Është një frazë shumë e fuqishme. Shumë e fuqishme. Dhe analiza e trajton këtë heshtje jo thjesht si një mungesë fjalësh, por e përshkruan si një akt kuantik. Në një realitet ku të gjithë po bërtasin për të tërhequr vëmendjen, heshtja shpjegohet si një frekuencë shumë e lartë. Ajo nuk është një zero boshe, apo një dorëzim, por një formë energjie përqendruar që ruan të vërtetën ndërsa bota përreth humbet në kaos. Tamam. Po prisni një moment. Kjo ngrej një pyetje thelbësore dhe tepër praktike do të thosha. Nëse bëhet avokatia e kësaj mendësie, a nuk është e vërtetë që e gjithë bota sot komunikon përmes shfaqjes? Domethënë, ekonomia, puna, arsimi, ndërtimi i komuniteteve, të gjitha këto kërkojnë një prani digjitale. Po bota kërkon që të jesh i pranishëm. Atëherë, si mund të pritet që një njerëz zakonshëm të ruajë këtë thelb, këtë koherence kuantike e këtë heshtje, pa u shkëputur dhe izoluar totalisht nga jeta moderne dhe nga vetë shoqëria? Si gjendet ky ekuilibër, pa u kthyer në një eremit? Kjo është pyetja e duhur, dhe nëse e lidhim këtë me tablon e gjerë, kjo është pika ku teksti bëhet vërtet i zbatueshëm, sepse as analiza dhe as libri nuk udhëzojnë që bota t'ja mbath në male dhe braktis teknologjinë. Fatmirësisht. Po, do me thëmë zgjidhja që propozohet nuk është gjeografike apo ekstreme në këtë kuptim. Ajo është një zgjidhje krejtësisht e brendshme. Qëllimi është kthimi në një gjendje të njohur si superpozicion. Për ta përkthyer këtë në gjuhën e vetdijes, bëhet fjalë për të pasur një qendër graviteti të brendshme, një thelb thellësisht të palëkundur, që nuk varet nga i validimi i jashtëm që folëm. Pra, nuk ka problem të kesh telefon. Jo, problemi nuk qëndron te pajisja teknologjike në vetvete. Problemi lind kur prania në atë rrjet nuk ka asnjë substancë prapasaj. Kur një person krijon një avatar ose imazh që e zëvendëson ekzistencën e tij fizike e shpirtërore. Zgjidhja është të kesh atë lloj spirance morale dhe ekzistenciale, e cila i thot ndërgjegjes sate se vlera jote nuk matet nga reagimi digital. Prania digjitale pa thelb është thjesht zhurmë, bëhet e rrezikshme vetëm kur brenda saj nuk ka mbetur asnjë njeri vërtet. Shiko, kjo fjala spiranca apo qendër graviteti na dërgon drejt asaj që duket jetë pjesa më kritike e këtij libri. Nëse njerëzimi modern është reduktuar në imazhe të shpërndara pas një qendër rëndese, atëherë një rënje e madhe apo një kolaps nuk është më thjesht një mundësi, domethënë bëhet e pashmangshme. Absolutisht. Biseda kalon në atë që në analizë përkufizohet si dimensioni ontologjik, ai që studion vetë thelbin e qenies. Këtu shpjegohet se njeriu bashkohor e ka humbur atë që quhet shenja e qendrës. Dhe ky është një koncept shumë i thellë, pa të pikë absolute e referimi, qoftë ajo që mund quhet Zot, e vërteta universale, apo vetë thelbi i pastër i qenies. Ajo që trumbetohet për ditë si liri pa kufi, rezulton të jetë një mashtrim i madh. Një iluzion. Po, liria pa asnjë qendër apo rregull moral nuk përkufizohet si çlirim, por si një rënje e lirë në hiç. Pamja që krijohet këtu është sa poetike, aq edhe e frikshme kur meditohet thellë mbi të. Mund të imagjinohet si krahasim një astronaut i cili aksidentalisht shkëputet nga stacioni i tij hapësinor dhe nga çdo lloj kordoni sigurie. Wow, e frikshme vërtet. Në një kuptim të ftohtë logjik, ai është plotësisht i lirë tani. Nuk ka asnjë fije që e mban, asnjë kufizim apo rregull hapësinor që e ndal. Por kjo lloj lirie nuk sjell asnjë gëzim apo mundësi. Është thjesht një liri që e dënon atë me një humbje të ngadaltë në errësirën absolute të hapësirës, pa pasur asnjë bosht ku të mund të rikthehet. Kështu përshkruhet liria e një qenie pa shenjën e qendrës, një lundrim pa asnjë kuptim. Këto bëhet vërtet interesante, sepse me gjithë këtë pikturë të errët të një rënje në hapësirë, arrihet të një ndryshim jashtëzakonshëm i perspektivës. Pse? Pavarësisht fjalës apokaliptike kolaps, burimi ynë këmbgull se ky libër në fakt ofron një dritë shumë të madhe shprese.
Kjo është pjesa më e bukur. Titulli kolapsi i vetdijes rezulton të mos jetë as pak një vajtim pesimist apo një njoftim për fundin e botës. Argumenti qëndron në faktin se ky kolaps konsiderohet i vetmi momenti i mundshëm për shpëtim. Është momenti i saktë kur ajo rënja e lirë më në fund merr fund. Po. Analiza përdor këtu një logjike që mund ta krahasojmë me atë të një zjarri të madh në një pyll të vjetër e plotësisht të kalbur. Në momentin kur flakët nisin, pamja është e tmerrshme dhe tërësisht shkatërruese. Por zjarri, në fakt, po djeg mbetjet, djeg gjethet e thata dhe kalpsiren që u bllokon dritën e diellit filizave të ri. Fiks. Kur zjarri fiket, hiri hap rrugën që të mbije një pyll shumë më herë më i shëndetshëm dhe i fortë. Domethënë, kolapsi është pikërisht djegja e atyre iluzioneve të rreme. E kjo ngre një pyetje të rëndësishme, thellësisht shqetësuese së cilës shoqëria duhet i përgjigjet. A ekziston realisht vullneti apo gatishmëria për ta pranuar këtë shembje? Kjo është një pikë pyetje e madhe. Sepse kjo do të thotë të lejosh që imazhet false dhe zonat e rehatisë, mbi të cilat është ndërtuar jeta virtuale e përditshme, të bëhen cop-cop me të vetmin qëllim që të gjendet sërish rruga drejt asaj qendre. Kolapsi nuk është dënimi, është mjeti pastrues. Kërkohet kjo shembje që vetdia të mund të zhvishet nga kompromiset e vogla, të rutinës, nga forma e një jete që ndjek vetëm trendet kalimtare dhe të gjej rrugën drejt rilindjes. Dhe shiko, analiza thekson edhe një detaj që mendoj se kërkon një shpjegim më të gjerë. Flitet për një rilindje që na rikthen jo thjesht te një gjendje abstrakte, por flitet specifikisht për origjinën arbërore dhe hyjnore. Se autori zgjidh të vendos një koncept thellësisht lidhur me trashëgimin kulturore dhe historike, siç është origjina arbërore, krah një koncepti universal dhe frymëror si ai hyjnor. Është një gjetje e shkëlqyer filozofike nga ana e autorit. Zgjidhja ndaj krizës moderne të zbrastisë nuk mund të jetë thjesht një koncept universal dhe i papërcaktuar. Për të pasur një spirancë të vërtetë, qenia njerëzore duhet jetë e ankoruar forcë si në tokë ashtu edhe në qiell. E qartë. Referenca hyjnore përfaqëson lidhjen vertikale, atë me qendrën shpirtërore me Zotin apo të vërtetën absolute, ndërsa referenca arbrore përfaqëson lidhjen historike, domethënë rrënjët e thella kulturore e stërgjyshore, të cilat globalizimi dhe ajo shpejtësia digjitale tentojnë t'i fshin apo t'i standardizojnë në një masë amorfe. Ti bëjnë të gjithë njësoj. Pikërisht, të rilindësh do të thotë të refuzosh të jesh një identitet digjital pa fytyrë që konsumon kulturë të gatshme nga rrjeti dhe në vend të saj të rifitosh thelbin e prejardhjes sate. Vetëm përmes asaj origjine unike, kombëtare dhe shpirtërore, mund të gjendet sërish autenticiteti. Kolapsi shkatron fasadën globale dhe zbulon atë rrënjë të thellë që nuk mund të falsifikohet me lajka virtuale. Përfundimi i librit është një dëshmi e qartë shprese. Drita nuk ka ikur e as nuk është mundur nga errësira. Vetëm nuk shihet. Po, drita dhe e vërteta bashkë me të qëndrojnë thjesht të mbuluara pas një perdeje të trash zhurmash, duke pritur me një durim të pafundëm që e gjithë kjo gjullurdi boshe të fiket, në mënyrë që të rrezatojë sërish. Ti thosh mjaft kësaj zhurme për bën aktin etik e thelbësor që i kërkohet njeriut. Është vërtet një ftesë e hapur për reflektim të thellë. Nëse hidhet një vështrim nga lart mbi të gjithë këto panoramë të gjerë që trajtuam gjatë kësaj analize, shfaqet një hartë shumë e qartë e gjendjes bashkëkohore. U fol për identifikimin e krizës e cila furnizohet çdo sekond nga një ideologji e re që adhron shpejtësinë absolute. U zbërtheu se si shoqëria pranoi një kompromis të heshtur, duke u bindur se akti i tu shfaqurit gjithandej vlen po aq sa apo edhe më shumë se akti i të qenit realisht. Për fatkeq po. U shqyrtua se si u humbë ajo koherencë kuantike e vetdijes dhe si ndodhi braktisja e qendrës rënduese, duke lënë qenjet njerëzore të lira për të rënë pafundësisht në zbrazëti. Por ajo që mbizotëron në fund është ai paradoksi mahnitës. Vetë përballja me shkatërimin e kësaj strukture artificiale dhe të këtij iluzioni masiv nuk vjen si një fund fatal, por formon të vetmin qelës që hap derën për një zgjim dhe rindërtim të vërtet me baza të shëndosha. Pikërisht këtu e merr vlerën e plotë i gjithë ky trajtim. Rëndësia e këtij libri dhe këtyre koncepteve ka përcen çdo lloj teorie apo debati thjesht akademik të mbyllur nëpër biblioteka.
Ajo që trajtuam lidhet me çdo frymëmarrje të jetës së zakonshme. Është një kamban alarmi mbi domosdoshmërinë e mendimit kritik, në një kohë kur teknologjia dhe mjedisi kulturor i friksojnë reflektimit të thellë të ngadalt. Tamam ashtu është. Prapa çdo ekrani me ndriçim të ftohtë, prapa çdo profili të kuruar me kujdes të pafund, frymon një jetë njerëzore, një shpirt. Dhe rreziku më i madh është që ky thelb mund të fiket dal ngadalë pa e kuptuar, nëse vazhdon të ushqehet për ditë vetëm me nxitim, zhurmë dhe iluzione kalimtare, duke mohuar ushqimin e së vërtetës e të dijes së thellë. Eksplorimi e klasifikon këtë libër si një kulm të eseistikës ontologjiko-refleksive, jo sepse imponon rregulla, por sepse shërben si një pasqyrë e pastër. Kolapsi i vedijes shndrohet në një çelës i cili u jepet njerëzve jo për të ikur nga bota, por për të gjetur një rrugëthimi tek thelbi më i thellë i vetvetes. Kemi trajtuar sot koncepte që ngren vesh çështje të mëdha. Betejë midis asaj që shfaqet në sipërfaqe dhe asaj që rëndon në thelb. Midis asaj zhurme që trullos shisat dhe asaj heshtjeje që ka aftësinë të ruajë të paprekur të vërtetën. Ekziston diçka që provokon thellë mendimin rreth mënyrës se si kjo makineri e madhe shpejtësie arrin ta mbajë sistemin në lëvizje pa e vënë re askush dëmin që po i shkaktohet vetdijes. Po. Dhe duke u mbështetur në të gjitha këto shtresa e reflektime të jashtëzakonshme që ofron burimi i sotëm, lind hapësira për një mendim përfundimtar, si një vizion që ia vlen të bluhet mendje edhe pas kësaj bisede. Të dëgjojmë? Nëse gjithë kjo kulturë që kërkon vazhdimisht me dëshpërim të shfaqet, dhe nëse gjithë ky iluzion gjigant masiv ka nevojë thelbësore për një sasi shpejtësie të pandërprerë dhe për një zhurmë konstante, vetëm për të mos u fikur. Çfarë do të ndodhte konkretisht me realitetin bashkëkohor nëse qoftë edhe për një ditë të vetme, e gjithë bota moderne do të tërhiqte frenat dhe do të ndalonte plotësisht? Interesante. Nëse rrjetat do të binin, ekranet do të humbisnin dritën dhe gjithë ajo zhurmë e vazhdueshme në sfond do të pritet menjëherë sikur me thik. A do ta gjente shoqëria aktuale forcën për të përballuar peshën trondicet e asaj heshtje me frekuencë të lartë? Apo do të detyrohemi në fund të zbulonte, pa asnjë mask, mbrojtje apo rrugë shpëtimi virtual, thelbin e lakurisht të asaj që vërtet ka mbetur pas perdës? Ndoshta kjo është pikpyetja me zhurmën më të bukur që mund t'i lihet mendjes për ta gjetur vetë përgjigjen.